Zoti Meksi ke bërë shumë denoncime lidhur me aferën Akshi. Po. Kemi folur edhe këtu në studio. Çfarë është kjo aferë nëse do t'ja përmbledhje në pak fjalë? Ç'është për ju? Është një aferë. Aferat pa numër ta kemi këtu, por të fokusohemi te kjo. Si çdo aferë në Shqipëri ka të bëjë me kapjen e paras publike. Kjo është leximi i parë. Ndryshon nga të tjerat sepse u përfshin në të aksesi në sistemet të dhënash shumë veçanta, ku shumë pak veta supozohet të kenë akses dhe me ligj, dhe gjithë këto akseset u akumuluan në duart e 2-3 persona maksimumi. Dhe këta 2-3 persona në këndvështrimin e atyre që thotë tja kallëzime, denoncime që kanë bërë publike, se nuk është se to kanë qenë kanë bërë të tjera në prokurori dhe në instancat shtetërore. Në kuadër denoncime publike, ta 2-3 persona këtë akses në informacion të pothuajse të palimituar në krahasim me çdo tjetër qytetar të Shqipërisë, por krahasim dhe me njerëzit e shtetit, e kanë shfrytzuar për të shantazhuar vetë shtetin. Pra vetë pushtetin më saktë. Dhe në këtë këndvështrim ndryshon totalisht nga çdo tjetër tentativë e çdo shqiptarit korruptuar apo që ka pak pushtet. Po ndoshta të tjerat nuk i njohim kaq nga afër. Jo, nuk kanë të dhëna në mes. Tendrat e tjerë janë gjithmonë pasare. Nuk kanë të dhëna. Tenderash, influencë, lobimi, quaj çfarë do duash. Situata e Akshit është ndryshe. Dhe duke qenë dhe një institucion me para të madhe buxhetore, dëmi që kanë krijuar dhe në perceptimin publik në tërësi të qeverisjes ishte relativisht i madh. Mund të them pa hezituar më i madh i dëm që i është krijuar qeverisjes Rama ka ardhur nga kjo aferë. Për shkak edhe të epave që u përmendën dhe të mënyrës si është trajtuar, si është dëmtuar institucioni. Dhe akoma s'ka mbaruar, se jemi akoma mos harrojmë në fazën. Po, janë zhvilluar aq shumë Meksi sa edhe organet e kontrollit, institucionet e kontrollit apo ato që të gjykonin, që i gjykonin e shinin procesin, ishin detyruar ta ndiqnin, kanë neglizhuar, s'kanë ekzistuar. Është një piramidë që ka lejuar të bëhet e gjitha kjo. Absolutisht që po, por unë gjykoj në kushte jo kaq kollajta si e thua ti, pra jo se është lënë me vetdije, ka pasur shumë dizinformim apo mashtrim quaj si duash dhe shantazh në të. Që nga historia e hakerimit famshëm 2022-shit, po më herët do thoya që historia patronazhiste 2021-shit, është dorat njëjtëve njerëz që në formë konstante kanë mashtruar apo shantazhuar pushtetin qendror shqiptar. Mos pritet ta konfirmoj njëri këtë gjën, se nuk kam ta konfirmuar kush, se është ti përmendë para pak piramidat. Si shpresosh që të gjendësh qeveritarët atyre viteve që të tregojnë çfarë dinin që 94, 95 apo 96 për piramidat. Ti ke qenë pranë pushtetit dhe ti i din këmbështimet e tyre dhe nuk besoj se ke parë ndonjëherë pohojnë në diçka të tillë. Jo, nuk kam qenë, por babai tëm shumë smeri me këtë punë. Dhe sa tjetët kur i kam thënë që ishte naiv, nuk është se nuk dinte. Po. Jo, nuk ishte naiv, sigurisht, por që mos prit. Tjetrit i kam thënë çfarë do bëhet se po bëhet struci, po bëhet loja e strucit, fut kokën poshtë dhe me nderën lartë, dhe më ka thënë pusho, s'ke lidhje ti me këtë punë, thuaj çfarë të duash, hajde thuaj çfarë duash me këtë punë. Unë dhe befas do të them diçka që nuk duket shumë kontroversiale për shkak të mënyrës si lexohet Spaku në opinionin publik, ndihma më e madhe kryeministit Rama erdhi nga Spaku te kjo aferë. Në optikën time ai do të qenë kur i aftë të bënte spastrimet e nevojshme në hierarkinë e Akshit pa ndihmën e Spakut. Strukturat klasike të kontrollit të brendshëm shtetëror që do të ishte auditi i brendshëm, institucionet e varësisë, pra vetë varësia e Akshit nga Këshillli i Ministrave dhe njëherëzi KLSH-ja është e qartë që kanë dështuar prej kohe. Kështu që në të sens, një ndihmë e madhe erdhi nga një strukturë që ai mburet vetë që ka krijuar ai në 2016, shumë okej, dhe i dha një dorë të rëndësishme. Pavarësisht se perceptimi publik, sidomos dhe në Partinë Demokratike, është se Spak po godet kryeministin Rama te afera Akshi. Për mua jo. Jo. Spak po bën ligjin dhe kaq. Dhe të shohim. Ti duke i njohur si proces me si komplet që ti jemi apo ka qenë i hapur, në fakt a jeti nga personat e përjashtuar padrejtisht nga tendrat e këtij? Nuk them padrejtisht. Unë e kam pranuar dhe vetë që kam shumë fajet mia për dështimet në tentativat e mia për të qenë një nga operatorët e Akshit. Përveç kësaj po them, se tani kanë të gjithë kështu. Shikoj, nuk është faj. Të gjithë fitojnë edhe në një ndeshje, dikush shumë, dikush fiton, por e kam fjalën. Ylli është një sport ai tendrave një sport shumë i vështirë që nuk ka ndonjë turp të pranosh dështim aty. Dhe unë e them me shumë qetësi, e them pas një lloj hipokrizie apo mërzitje.
Ne dështuam në një pjesë mirë të garave të mundshme të akshit në 4-5 ditët e fundit dhe kaq. A kam pasur përjashtim? Mund të them që termi më i dur është nuk pata ftesë. Po të isha ftuar, do isha sot e lista aty e Spakut. Mirë. Nuk do kisha ditur, thoya jo, për të qenë i ndershëm. Jo, ke the mirë është edhe, po më mirë që s'ka ndodhur apo jo? Nuk e di. I kënaq, po më mirë se do ishe. Nuk di të them. Ne kemi aplikuar kësaj jave mbi një nga detat e veçanta që ka Kodi Penal Shqiptar, procedurës penale, kemi çuar një kërkesë pranë GKK-s si shoqëri IT-e për të qenë, siç njihet, palë viktim në proces, duke qenë që në dosjen e famshme të akshit të dalë në vitin 2025 në dhjetor, përmendet një procedurë në cilën ne jemi dëmtuar si rrjedhoj e manovrave të zotit Beqiri me statuat e akshit. Avokatët e mi kanë gjykuar që kemi të drejtë, jemi palë në proces. E kemi bërë këtë kërkesë, nëse do të na miratohet, do të thotë që do kemi mundësinë dhe për të njohur me më shumë detaje të dosjes, për të kuptuar më shumë rreth çfarë është kjo histori që kaq shumë ka të ndihur dhe publikun, përveç se interesave të mia. Me që hymë të ky momenti se Spaku është në mes të kësaj historie, po edhe në problematika tjera të rëndësishme të këtij vendi, sepse ajo që ne e quajmë prokuroria e zakonshme, me thënë të drejtën ajo ka dhe 97.9 bile, dhe 2.1%. Të çështjeve, po. Çështjeve të popullit, ndërsa Spaku ka shumë pak. Dhe drejtësia pastaj është ku tret Kiameti ajo pjesa tjetër. Po për Spakun ç'mendon? Ne kemi në bisedat që ti i ke parë një pjesë më të rëndësishme të tyre të gjithë, ka kolegë, po ka dhe ekspert, ka dhe njerëz tjerë, ka dhe mendimet e opozitës të gjithë, dhe shumë njerëzve që kanë mendime kontradiktore. Ti ç'mendon për Spakun? Unë kam thënë kaq herë, kam mendim vetëm pozitiv. Këto mendimet e kolegëve që ti thua që shpesh e kemi dëgjuar dhe debatuar dhe në kafe bashk, ne nuk duhet të presim Spakun të zëvendësoj Perëndin. Jemi të bërë të njëjtin gabim që lekët e lash bën me Zeusin. Po, pa ishte Zot, sa i s'dukej, ky është. Ne duam të japim atë lloj pushteti, duam çdo hall. Ne mendojmë se është Zeusi, këtu ket drejti. Çdo hall tjetër son që ne nuk e zgjidhim dot, shpresojmë që të godasi Spaku kundërshtarin tonë dhe të na zgjidhë. Ose edhe protesta tani. Kur ndodh themi rof Spaku ose rof Perëndia. Rof Spaku, rof. Pastaj kur s'ndodh themi inshallah, inshallah. Pyetje tjetër Meksi. A ka oligark Shqipëria? A i njëti ata dhe që mendon për ta nëse mendon se ka? Ka biznesmen të rëndësishëm, temi oligark është paksa i abuzuar. Dhe i kërkuar, thuaj, dhe jo... Për biznesmenve të rëndësishëm, mendoj që ka një grup 10-15 vetash që kanë akses mjaftueshëm në strukturat shtetërore për t'u ofruar konceptit të oligarkut klasik, që është oligarku rus, le të themi.